Unë quhem Klodian Lumçi, jam nga Shkodra. Gjithçka filloi nga mami jem. Unë kam edhe një vëlla më të vogël se veten. Edhe më tregon që do të shkoni në takimin e fëmijëve që ajo kishka bashkë me vllajin. Vllai 4 vjeç, unë 10 vjeç, e marr për dorë dhe shkoj në atë shtune edhe çfarë ditë mbrapa kena shku rregullisht. Në këtë mënyrë isha në kontakt me kishën, me predikimet që ishin aty me mësimet e Biblës për fëmijë, por nolli diçka që duke u rrit kur bana adoleshent 13-14 vjeç, si çdo adoleshent që po kërkon më shumë e më shumë, u duk sikur unë hupa qëllimin, hupa drejtimin, edhe fillova duke u shpërnda pak në gjëra të ndryshme të botës. Një moment caktuar më mend që isha shumë i dëshpëruar, edhe një në rromat e shtëpisë isha vetëm, edhe nuk kisha një qëllim për me jetu, nuk e di se pse, por ishte një moment shumë i vështirë. Edhe kam marrë një thik në dorë e thash do jap fund vetes. Do vras veten. Edhe nuk e di pse, por në atë moment thash, okay, edhe çova syt lart e thash Zot, nëse ekziston me të vërtet, më trego, më shpëto. Edhe isha gati për me bëj gjest të tillë. Në atë moment unë kam një mbuloj, një përqafim të ngrohtë. Isha krejt vetëm në dhomë edhe për një çast u befasova se thash kush më preku, kush më përqafoi. Edhe pastaj kuptova që ishte prezenca e Zotit. Zemra jem u zbut krejt. Edhe më mend që kam rënë në gjoj, e kam thirrë emrin e Zotit Jezus. Edhe kam kërkuar atij që të bëhet me të vërtet Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. Edhe që ajo ditë mbrapa, çdo gjë në jetën time, si adoleshent, si i ri, edhe sot si i martuar, si një burr, jeta ime ka ndryshuar dhe vazhdon të ndryshon çdo ditë më shumë. Unë jam Alketa Lumçi, banoj në Shkodër. Do të tregoj diçka për jetën time dhe kohën se si pranova Jezusin. Ishte viti 1998, atëherë kur unë vazhdoja studimet në shkollën e mesme, gjuhë të huaja këtu në Shkodër. Në atë kohë jetoja në konvikt, bashkë me shoqet e mia. Në atë konvikt ishte një grup vajzash që besonin në Jezusin, besonin Perëndinë e vërtet, edhe ato ndiqnin vazhdimisht shërbesat e kishës. Edhe ajo që tërhiqte ishte shumë e veçantë, ishte mënyra se si ata luteshin, mënyra se si lexonin Biblën, mënyra se si adhuronin Perëndin, kishte diçka ndryshe. Unë nga tradita e familjes isha me besimin katolik, edhe mendoja që e njihja shumë mirë Perëndin, e njihja kush ishte Jezus Krishti, e doja Zotin me gjithë zemër, por në këtë moment që po ngjoja një mënyrë ndryshe për besimin, duke sikur fillova të kisha pikpyetjet e para, edhe mbaj mend që ishte një kohë që i bëna një lutje të thjeshtë Perëndis, i thash Zot, ti e di që unë të du ty me gjithë zemër, ti e di që du të njoh ty me gjithë zemër, kështu që të lutem trego rrugën e drejtë dhe unë do të ndjek ty. Mbaj mend gjithashtu që një të diel mora ftesën nga një shoqe që të shkoja në kishë, gjithë kisha pa adhuronte Zotin, edhe ky ishte një moment shumë i veçantë, shumë fantastik që Zoti e preku zemrën time në një mënyrë të veçantë. Ishin qintat e sekondës kur unë thash, unë patjetër du që Jezusi të jetë Zoti e shpëtimtari i jetës time. Edhe pa ngurim fare ngrita dorën, dola përpara edhe pranova Jezusin si Zot. Që nga ajo ditë, që nga ai moment, jeta ime ndryshoi. Erdhi shumë gëzim në zemrën time, nuk isha kur në dyshim që kam marrë vendimin e duhur. Edhe kur nuk jam kthyer mbrapa. Ne jemi martuar në vitin 2005, edhe sot kemi një vajzë të vogël që quhet Livia, ajo sapo ka mbush 1 vjeçë. Bashkë me Klodin e shërbejmë në kishën ungjillore Ilirikum. Është një kishë që ka 4 vjet e gjysmë, që kemi filluar si shërbes. Po i shërbejmë këtij qytetit, njerëzve këtu.
shërbesat tona janë të ndryshme, duke filluar nga shërbesat sociale, ndihmojmë sa më shumë njerëz në nevojat e tyre, normalisht shpirtërore. Kemi takime lutjet, grupe të vogla, shtëpiash, shërbesën me të rinjt, që kemi shumë për zemër në qytetin tonë. Edhe lutemi Zotit që sa më shumë njerëz ta njohin atë, dhe ai të na përdorin sa më shumë ne për me ndalë lajmin e mirë tek njerëzit e humbur. Shpresoj që historitë tona kenë shërbyer diçka për ty, edhe të jetë një shtysë e madhe që ti të marrësh vendimin e duhur në jetën tënde, ashtu siç ne kemi marrë një vendim për të njohur Zotin më afër, për ta dashur atë sepse ai na deshti i parë.